Ish ekzekutivi i Google dhe ish drejtori i komunikimit në DeepMind, Dex Hunter Torike, ka paralajmëruar për pasojat katastrofike që mund të ketë inteligjenca artificiale (IA) mbi strukturat socio-ekonomike të shoqërive. Në një ese të publikuar në Substack, ai shprehet se rruga aktuale e zhvillimit të IA mund të çojë në një botë ku vetëm një elitë e vogël jeton në luks, ndërsa shumica e njerëzve përballet me vështirësi të mëdha ekonomike dhe sociale. Hunter Torike thekson se IA do të amplifikojë krizat ekzistuese globale, përfshirë pabarazinë ekonomike, tensionet gjeopolitike, dobësimin e institucioneve demokratike dhe emergjencën klimatike. Ai citon të dhënat e FMN-s, sipas të cilave inteligjenca artificiale mund të automatizojë deri në 60% të vendeve të punës në botë, duke theksuar se udhëheqësit global kanë vetëm një dekadë për të rimenduar qasjen e tyre ndaj teknologjisë. Si përgjigje ndaj këtyre sfidave, Hunter Torike njoftoi krijimin e organizatës jo fitimprurse Qendra për të Nesërmen, e dedikuar për ndërtimin e një të ardhmeje më të qëndrueshme për njerëzimin. Paralajmërimet e tij pasojnë deklarata të ngjashme nga drejtues të tjerë të teknologjisë, përfshirë kreun e mbrojtjes së Anthropic dhe drejtorin e inteligjencës artificiale të Microsoft, Mustafa Sulejman, të cilët kanë theksuar rrezikun e humbjes së vendeve të punës dhe kërcënimet që sjell zhvillimi i shpejtë i IA-s.